edhe me pas kështu qytetarë që janë kaq me vullnet që dalin për ditë edhe kanë angazhime të tilla me natyrën. Pra, aktivitetet shumëta. Kënaqësi edhe për këtë gjë, sepse po e raporton një problem, po në anën tjetër edhe një lloj frymëzimi për me dalë mu zgju herët, të paktën me aktivitete fizike, me dalë natyrë, shumë bukur. Falenderoj shumë zotëri për këtë lidhje direkte. Shumë herë i postoj dhe i bëj thirrje qytetarëve tjerë që mos vraponi te kafja për mja hap rrugën dohanit me pi dohan, po ju lutëm dilni në natyrë, se natyra është për ne, është pat holla, ja, unë kam ardhë 5 minuta nga shtëpia, s'paguna si gjë, po është shumë bukur dhe i ftoj gjithë qytetarët, ndoshta edhe këto pamjet e bukura mund të ndikojnë që ata dalin më shumë. Po patjetër. Që dalin, por uroj që të vinë edhe sa më shumë njerëz. Ju përshëndes me im Kuçi prej Therondës. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë për këto pamje të mrekullueshme, sepse me pak si pamje me mëngjes, falenderoj shumë zotëri. Edhe sigurisht për cillaj pastaj i shohim edhe videot dhe të tjerat. Është realisht edhe një thirrje të mirë, një thirrje e bukur në orët e hershme të mëngjesit që zotëria e përmendi, pra me u zgju edhe me nis ditën me aktivitete fizike natyrë, ku ka më mirë. Ku ka më mirë, realisht sa me nis ditën me këso pamje edhe me njerëz që e nisin vullnet shumë pra me aktivitete fizike. Një gjë goxha interesante përmendi zotëria, tha mos vraponi me shku te kafet, apo niseni ditën me aktivitete fizike, me pamje të bukura të natyrës. Kështu që pamje të mrekullueshme realisht.